Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos panas. Si somos novios o somos panas, tranquila, hay que ver mañana. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në bum. Mirëmbrëma. Natën e mirë. Natë e mirë dhe mirë se ike nga bumi Shokofjori. Dhe si po pretë, po pse? Po se duhet ta bëj pushim. Jo, më duhet ta bëj pushim se shpremte. Sa dohet të më hiqë qafën më. Jo, unë ja këtu në qafë të mbaj, në qafë. Një e keqe domosdoshme, ja me di, po kam ardhur sot e karikuar, dua të bëj disa pyetje. Ti e di që është Jo, nuk e di dhe nuk dua ta di dhe nuk kam se ta di. Po mirë, mbyllim emisionin atëre. Po mbyllë. Shtu e kam konceptuar emisionin, Rozi, të pyes ty. Dhe duke të pyetur ty, informojmë të gjithë shqiptarët, se unë e di që ti di gjithçka. Më pyet. E di ti që është Jo, nuk e di, s'kam se ta di dhe nuk dua ta di, moj motër. Po mirë atëre. E di. Që është? E di, çfarë do të thuash ti, unë i di të gjitha. Është viti i shoku tim, po i Skënderbeut, s'ke pu me vitin e Skënderbeut. Vitin e Skënderbeut e ka marrë për sipër Elisa Spiropali. Ajo i di vitet. Ne s'kemi punë të hymë tjetrës në punë. Ashtu pse e ka privatizuar heroin kombëtar Elisa Spiropali, po vite se është i të gjithëve. Po unë dua të bëj një pyetje, Rozi. Se ta bëra të parën, a e di që është viti i Skënderbeut. Pyetja numër 2 dhe presim një përgjigje nga Rozi. Ku ka lindur Skënderbeu? Avash. Maternitet ka lindur, ku ka lindur? Ti bjonde je nga natyra, apo je e lyer, Rozi? Nga natyra dhe pak e lyer. Ja të pyesim shqiptarët se natyra ka bërë mrekulli me ty, Rozi. Pëlqen ngjyra? Mu për ty, e bukra veutje. Të djegim pak shqiptarët. Liri nuk jo pruna unë. Ate e gjeta, ja këtu mërë ju. Më thoj vetëm ku ka lindur Skënderbeu. Se di. Në Kruj, në Dibra apo në Mat? Kruj. Më thoj vetëm ku ka lindur Skënderbeu. Në Kruj. Në Kruj. Pse kështu? Përshëndetje, si ka luat? Më thoj vetëm ku ka lindur Skënderbeu. Ta djone. Kështu. Përshëndetje, si ka luat? Ku ka lindur Skënderbeu? Skënderbeu në Lusha. Unë nuk shoh arsy. Në Kruj, në Dibra apo në Mat? Në Kruj. Unë nuk të besoj ty. Ku ka lindur Skënderbeu? Se di. Në Kruj, në Dibra apo në Mat? Në Kruj. Kruj, në vendlindjen e ti. Pse kështu? Ku ka lindur Skënderbeu? Në Kruj më duhet, më kam shumë sigur. Po normale që në Kruj më ndoja. Vllaznit e mi. Më thoj vetëm ku ka lindur Skënderbeu. 1502 metrë. Ku? Në Kruj. Në Dibër. Në rëtrimi. Atëherë, ku ka lindur Skënderbeu, Rozi? Në maternitet. Tani unë e tash nuk e ndroj unë. Ashtu deja. Më lë, po mirë, shumë mirë, bëj një pyetje Shoku Fjori. Ku ka vdekur Skënderbeu? Në krevat ka vdekur, në lezhë ka vdekur. Edhe në lezhë dhe në krevat, në dy vende? Po. Në një njërë, në tjetër. Ja, le ta zgjedh Elisa. Se lëndën e Elisa Spiropalit e kemi mësuar shumë mirë. Pra ne dim ku ka lindur dhe ku ka vdekur Skënderbeu. Dhe Skënderbeu, e diti e mban mend datën e vdekjes së Skënderbeut apo ç'të duhet thuaj? Me të drejtën, kam qenë shumë i ftohtë, Rozi. Nuk kam qenë as në mendjen e prindërve, se nuk kanë qenë as prindrit, po as në gjyshrit, e mi nuk i kanë pasur prindrit në mend që të vija unë. Sepse shumë i ftohtë është janari. Në janar. Që nuk janë ngro as bari. Lëre, ta lëm Skënderbeun, Rozi, se ju aktorët nuk është të thonë që të dini gjithçka. Duhet të jesh dhe aktore dhe politikane që të dish gjithçka, Rozi. Ty s'të ka prezoti politikane. Jo. Dhe më duket se karriera jote si aktore... Pse? Pse shpuke me mua? E kanë zënë vëndin. Kush? Kanë dalë aktor e kaluar aktorëve. Do bëjmë vënd politikane. Për Oscar janë. Unë prantaj ri me ty që të më bësh politikane, të më edhesh kandidaturën, të më votosh. Tek thesa e fundit je, Rozi, edhe pak fare, edhe pak udhke për të bërë, po të ndjekim pak teatrin parlamentar. Ta hapet perdja!
po të marrin në grupin tonë, me qenë se e këshuri e këtit dhe kreator elektronike. Por me një kusht, mos i tregosh asnjë jut dhe të bindesh për do që them unë. Dakord? Dakord. Asgjë s'ka ndodhur, po të them të drejtën kur po kthehesha mendoja se nuk do gjej asnjëri në shtëpi. Sa mirë që të gjeta. Rri këtu të lutem mos sik. Të rrim bashkë la fosemi. Dhe nëse ke ngrëna mbash tani. Beni! Erdhe më Beni! Do rishim të Beni? Aha, do ri gjesta të atë të shkolla. Mamë la babi. Ua, po ti që nga e të meshëm. Pse? Po ja, sa në vezën ashtu. Pra ndaj dhe del pra ta ka frikën ty. Dhe gjo Beni, kur të takoj me shokët më mirë ti mos fol fare. Se na tallin dhe mua dhe ty pastaj. Goni, o Goni, mos flas fare? Hiç fare, se këputi sa ko pa që ti o... Lëre shoku Fjori. Sa herë shikoj politikanët tanë, më kujtohet ajo shpreha e të madhit Roland Trebicka, kur luante jo Van Bregun. Ti e ke në Terezi o Byrazer. Në Terezi e ka. Vër në mgjese, vër në dreke, vër në darë. E ke nga xhelozia, Rozi. E ke nga xhelozia, po, se ke parë që të ka ndalë aktor më të mirë se ty. Sa mirë që nuk më ka bërë zoti aktore, Rozi. Por nuk e ka në Terezi vetëm jo Van Bregu, moj, tek pallati që në 76. Në Terezi e ka dhe Sazan Guri. Sazan doli emri vllada ty. I doli dhe di pse them këtë. Po bënte Domenika, gazetarja jonë, një analistë të përgjithshme. Dhe kudo ku hulum tonte, i dilte emri Sazanit. Sazani protestonte për gjithçka në këtë botë, për gjithçka. Dhe është i mërzitur me do të proteston. Shkemi Sazanin ti. Sepse njeriu duhet të grindet, duhet të grindet. Dhe një përmbledhje me të kundëndodhurin krye sindikalistin natyror Sazan Guri, ne do ta ndjekim tani të sjellën nga gazetarja jonë Domenika Bajraktari. Në një tuf bari jeshil. Një buqet me lule Sazani. Ka një person në vendin tonë që të paktën nuk i le gjithë padrejtësitë të shkojnë pa u vënë re. Quhet Sazan Guri, del si fillim në mbrojtje të mjedisit. 50.000 hektar tokë për rrshet, 150.000 të tjera janë në erozion të fuqishëm për shkak të mungesës së vegetacionit dhe 150.000 të tjera hektar janë për zënien që kemi bërë me vepra urbane. Sazani pastaj në mbrojtje të kafshëve. Ka një organizim nga njerëz të organizuar si skuadra pushkatimi, jo si dikur me vrasje me pushkatim, por tani me një metodë tjetër të helmatosin me disa lloje helme specifike. Sazani del në mbrojtje edhe të lumenve. Ka probleme me plerat, prap Sazani. Ne si ekspert të qytetit Tiranës apo të Shqipërisë, ju bëm me dije që këtu po ndodh ashtu si e cilësuat juve një masakër e vërtet. Madje kandidatët e për Bashkinë e Tiranës, përsëri Sazani. Unë Sazan Guri, një ndër qytetarët e përpjekur për vendin, i shpreh minjojen dhe besimin kësaj force politike që mendoi dhe zgjolli personalitetin tim për t'i përfaqësuar në këto zgjedhje lokale. Sazani, kudo, për çdo gjë, nga insektet tek liçenet, nga gjethet tek minierat, kudo është Sazani. Sazani duket sikur është krye sindikalisti i Shqipërisë. Sigurisht në mungesë të sindikatave, ashtu si shkiti goja dikur kryeministri. Quando Matteo Renzi è venuto in Albania a dicembre, lei ha detto: le imprese italiane devono venire a investire in Albania, la nostra tassazione è al 15%, qui non ci sono i sindacati. Si può fare a meno dei sindacati? E sigurisht kur askush s'të kërkon llogari, e as të pengon, shfrytëzimi është maksimal dhe pagesa minimale. S'na mbetet gjë tjetër të themi veç se faleminderit Sazan që të kemi. Jo duar trofitje shkone e gjitha për Sazan Gurin, për ambientalistin, për krye sindikalistin. Sazan, se e ndrove vlla, se ti ishe të jeshilja, mirë si ngjyrë, çdo me ngjyrat e tjera. Mirë tash, do të shojmë publicitet, rikthehemi pas pak me një këngëtare të sapo ardhur nga Italia. Në bum!
Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit. Kam kënaqësinë të prezantoj një figurë shumë të pastër të showbizit shqiptar, natyrisht edhe shumë të këndshme, një vajzë tepër të ëmbël, Evi Reçi. Evi, sa bukur të prezantova, moj. Nuk e kuptova pse gjithë kjo intro, po faleminderit shumë. Këtë intro e bëjmë për të gjithë, nuk është shumë. I ndryshon vetëm emrin Fjori, se hyrja është gjithmonë njësoj. Qoka është e njëjtë për të gjithë. Faleminderit gjithsesi për skenarin. Ama e kisha shumë të sinqert momentin që thash një nga figurat më të pastrat e showbizit shqiptar. Dhe kjo është e vërtet. Me çfarë lani ju, Evi? Me një sapun. E di pse e thash këtë, Evi, sepse nuk ke hyrë rrëdhunshëm në botën e showbizit shqiptar, siç tentojnë shumë të rinj dhe të reja në ditët e sotme, duke gjetur lloj marrëveshjesh për të bërë të famshëm. Besoj që pak artistët edhe krijojnë vetë këtë gjë. Ndonjëherë del pa dashje, po ndonjëherë edhe e shtyn vetë që të dalë, edhe është pjesë e marketingut, nuk kam pse ta gjykoj. Pa diskutim. Kënga jote e parë, Evi, kush ka qenë bashkëpunim me Florën Majezin? E para fare jo, është një që as vetë se mbaj mend. Domethënë bie që kënga e parë tjetë kënga me Florin që bëri goxha buj. Po, ka qenë Dhemi të dy dhe Ingjana Saj me Florin. Dhe kanë qenë të dyja sukseset të ndodhi, si u lidhe me Florën Mumaezin? Po, doja të bëja një këngë, në fakt ka qenë kënga magjike 2009 kur unë bashkëpunova për të parë me Florin, dhe pastaj vazhduam për shumë vite bashkë, që krijonim këngë të... Se gjetëm atë kimin atë... Pse Shqipëria? Jeton prej vitesh në Itali? Ishte rastësi, në fakt, se unë... Ishte me letë këtu? Jo, nuk është punë e letë, se e kam kaluar dhe po e kaloj edhe shoh që është shumë e vështirë. Po, unë atë kohë jetoja në Greqi dhe rastësisht më tha Adi Hila që është një festival I këngës magjike? I këngës magjike, po të duash marrësh pjesë dhe kështu filloi, domethënë, pasi shkoi mirë situata dhe vazhdova, po nuk e kisha si projektim që unë të bëja një karrierë në Shqipëri, edhe pse... Kush e zbuloi talentin e Evi Reçit? Që fëmijë kur... Në familje, mami. Në familje së është muzikante, kështu që ka zbuluar ajo. Pastaj, Adi ka qenë nismëtari që ju fute rrugës bukur edhe shumë të vështirë të muzikës. Evi, vjen nga Italia, ke një emision tëndin radiofonik, je me dy prezentues të tjerë, mos gaboj, si shkon puna me të punosh me italianët? Italianët kanë shumë humor, janë dhe shumë profesionist normalisht, por kanë edhe ato tekat e tyre dhe ato, nuk e se janë perfekt, se duket se gjë që është jashtë Shqipëria është më e bukur se në Shqipëri. Po më e lehtë, më... Nuk është kështu. Si përfundove në radio? Si përfundove se duke si përfundove do me thënë jo, është vërtet si përfundove në një qytet ashtë madhë si që është Firencja të gjesh një vënd ashtë mirë pune sa të punosh në një radio. Në fakt, unë kërkoja gjithmonë të isha pjesë një radioje, e doja gjithmonë këtë gjë, dhe rastisht kjo radio kërkon të speaker të rinj, se po bënd të një rinovim total nga stafi deri tek programacioni. Unë bëra një audicion, për pas 6 muaj, se s'kisha filluar akoma radio, pas 6 muaj me morën në telefonet dhe më thanë që nëse do të fillosh, që kur futa jam deri tani po me të njëjtit personazhe, kështu që... Ke patur rastin të intervistosh këngëtar të njohur, artist? Po, kanë ardhur. Në fakt, te gazeta ku punoj te La Repubblica në Firenze, aty kanë ardhur më shumë, se bëhet forumi i artistëve, po kanë ardhur shumë. Si prezantohesh? Thua që jam këngëtare, jam do të këndoj? Përveçse që unë aty më shohin si gazetare, kur pastaj të tjerë thonë dëgjoj se kjo goca... Gjatë bisedës, edhe këndon kjo goca. Po e thonë të tjerë. Kush ka qenë personazhi që je gëzuar me të vërtet, që e ke takuar, je ulur, ke biseduar edhe keni folur edhe për muzikën? Atere, ka qenë Francesco Renga. Renga, dhe sinqerisht ka qenë një personazh shumë i thjesht, shumë i mirë, që më pyet edhe për muzikën shqiptare. Ishte i ndarë në atë kohë? Ishte i ndarë. Apo? Ishte para disa muajsh, në fakt. Se ne shqiptarët nuk është se kemi shumë që Francesco Renga, nga që jemi shumë të lidhur me ëndrrën, kupton edhe mbajmë, po sigurisht muzikën ja preferojmë shumë, po. Dhe folëm për muzikën, megjithatë edhe Ariza ku erdhi, më bëri shumë përshtypje se ishte shumë inteligente. Me Ermal Metën njësh? Njën, po. Ermal Meta mund tjetë një nga trampolinat më të mira për ty, për të lançuar në botën e muzikës italiane. Keni biseduar, keni në një gjë ndërmend? Me Ermalin fakt kemi folur, edhe pse Ermali është
në një periudhë tepër të zënë. E shohim shumë në për televizione prezent, suksesin edhe fundit me koncertet ti? Po, edhe? Po, kemi folur, por si thash më para, duhet të parë edhe nga ana menaxhimi tani nëse mund të bëjmë diçka bashkë, po vërtet e kemi folur këtë gjë. Po nuk ke se ka diçka që unë them konkrete që është kot do gënjeja, por kemi folur. Ne urojmë të finalizohet sa më shpejt edhe të dalë në një produkt sa më i këndshëm, sa më i bukur, që të ndodhë gjatë emisionit që të këndosh? Gjatë prezantimit? Këndoj pak në fakt, sepse është një emision që zjatë 2 orë me aktualitet, e kemi tëftuar në studio, batuta pa fund, por që ndodhë më kanë dhënë lirin që unë të fusë në playlistën e... Edhe këngët e tua? Këngët e mija i vejnë vetë ato, po edhe këngë shqiptare të cilësis që unë konsideroj... Sa mirë, falenderit shumë! Radio ku punon Nevi Reqit që ka një formë mirë edhe për të... Sepse është mirë që ato të shojnë një muzikë shqiptare cilësore, se ka një përshqipet gabuar mbi muzikën. E pëlqejnë. Edhe thonë ka... Sigurisht, dhe ne kemi këngë shumë të mira. Pa diskutim, folklorin e kemi shumë të bukur. Unë i zjedhë në fakt. Folklorin e kemi shumë të bukur. Evi... Dua, me që jemi të radio, më falë që të ndërpresë, Rozi, unë dua të na improvizosh vetëm një moment, se si e nis emisionin e saj radiofonik Evi Reqi. Me atë italishtën e vetë që duket si kur rrjet gjatë gjithë kohës. Na keftuar në të dyave në emision, ne kemi ardhur në Firenze, ne të kemi zënë derën. E flasim italishtën me të shtyrë, por... Po ndezim. Rozi kur është me nerva e fletë më mirë. Ndezim. Do më thënë të bëjmë sikur ju kam ftuar në emision. Do hapësh një emision? Hapë emisionin të radios, ja. Po, sigurisht, po ne jemi në radio. Radio quhet Radio Fiesole, kështu që... Okej. Buonasera a tutti, benvenuti a Radio Fiesole, io sono Evi Reqi, stasera abbiamo 2 ospiti speciali, una è Rosana e l'altra è Fiori. Benvenute e grazie per essere venute qua. Grazie a te. Adesso torniamo in Albania. Sì, in Albania. Evi sa po ka ardhur në Tiranë, kemi komunikuar bashk, duke më thënë sepse nuk i kishe kohën e kishe shumë të limituar, do të largoheshe për në Kosovë, klipi dorëzohem, do të vi shumë shpejt, versioni remix i këngës dorëzohem, pasaj do t'i rikthemi versionit të parë. Sa po ka dalë remixi, unë e dëgjova, komplimenta, kush e ka punuar duhet di dhe kush do ta finalizoj me një videoklip në Kosovë. Atëre, kënga originale është bërë nga Darko Dimitrov me tekst Ylli Limanit, por remixi është bërë nga 2 vlezër, 2 DJ që janë shumë të sukseshëm dhe kanë punuar shumë këngë të tjera, që është Gon dhe Sonik Haziri. Dërsa për videon, për momentin, është një projekt që e ka pëlqyer shumë Intermedia dhe ka preferuar që ta marri përsipër edhe në promovimin e... Se i duhen Evi Reqit festivalet në Shqipëri? Sepse është një mënyrë shumë e mirë për prezantimin e një artisti në këndim live, në momenti që unë nuk bëj koncerte në Shqipëri, kështu që them është një sken shumë e mirë, plus është një sken e madhe, plus që ti konkuron dhe me emrat të tjerë, dhe bën mirë gara. Normalisht nuk them që gara është gjithmonë mirë për artistin, sepse ne konkurojmë me video, me këngë, por është një mënyrë e mirë që të prezentohesh në një kontekst tjetër. Drena Bazi, mik i joti, qëfar marrëdhënie keni? Pastaj do të vazhdoj pyetja. Jo, vërtet jemi miq, e ke fjalën për klipin, besoj. Jo, po do të pyes pastaj marrëdhënie njerë, pastaj për klipin. Drena Bazi, atëherë, Dreni është një mashkull shumë i bukur, sigurisht edhe një artist i talentuar, këngë mjaft mira, një vokal interesant, i veçantë më tepër, karakter, por të tëra vajzat e preferojnë si mashkull, është beqara me stadion, beqara Dreni? Tani po pret Evi, qa do kjo tani prej meje? Absolutisht. Unë desha të di, edhe unë e njoh Drenin, nuk kam biset, po nuk, duke qenë si aktore, nuk më ka ftuar të jem prezent në klipin e ti. Ti ishe prezent në klipin e Drenit, pse zgjodhi Evi Reqi? Se të zgjodhi ty dhe nuk zgjodhi një aktore, dhe pse erdi Dreni deri në Firenze? Se klipi është realizuar në Firenze. Dhe erdi për Evi Reqin deri në Firenze. Jo, tani nuk erdi për Evi Po erdi në Firenze ishte... E serviru kështu duket. Erdi në Firenze ishte, pse nuk e bët në Rom, jo dhe... Po, mund bëjë dhe në Rom, nuk ka problem. Po, nuk bëjë në Firenze. Tani na qarësoni njërë mardhënjen, pse zgjodhi Evi Reqin Drena Bazi? Në fakt, me Drenin kam një misi
prej 3-4 vitësh paka shumë, edhe këte këngën e kisha dëgjuar dhe më përpara. Kishte një ide të merrte një modele, si zakonisht bëhet në për klipe, dhe tha, po si kur të bëjmë një bashkëpunim, zakonisht 2 artista bashkohen për një këngë apo një kompozim. Tha, po nuk është bërë asnjëherë që një këngëtare të jetë në klip. Në Shqipëri, se është bërë jashtë, po. Jashtë, po, them që këtu. Dhe thash, okej, thjesht që unë duhet presës disa muaj se unë për momentin nuk jam në Shqipëri. E më mirë, tha, po vim ne, tha, në Firenze. Firenze është shumë e bukur. Sa ditë që ndroj drejnë në Firenze? Do me thënë, zgjua, po, detë një shafirë në shpinë tënde në Firenze? Jo, normalisht jo. Ua, qanë këtu? Pagujti hotel vetë? Vete pagujti hotel vetë. Po, Drena Bazi erdi deri në Firenze për ty. Apo ja, mund ta themi ne këtë? Jo, për portretin tënë mund ta thuash. Atere, ishte edhe Firenze, sepse nuk ishte bërë asë një klip, por ishte edhe si ide pse mos ta bëjmë në Firenze, dhe më që jam unë aty dhe njoh shumë mirë qytetin, më mirë se unë nuk mund t'i gjente njeri ato vëndet. Aj shumë sa e arsyetove këtë ardhin e Drenit në Firenze. Po kjo është e vërteta, Rozi, që mos u lopë. Dakor, realiteta private. Na dhe aj shumë argumenta, sa të besua. Gati, po e besoni. Duhet ta besoni, më besoni. Nëse ti je prezente mes me dhe Fjori dhe sigurisht këto... Ne urojmë ta shihoni sa më gjatë miqësin tuaj. Unë nuk e di do me thë. E mbylli? Se si mendojnë të kalojë ka shlet? Okej, nuk do të ngacmojmë. Kthehemi pak te familja. Evi, pak më parë unë të pyeta pse nuk shkruan tekste vetë. Dhe besoj që duhet më përgjigjesh për teleshikuesit, jo të përgjigje mua. Okej. Dhe pastaj unë do ta lidh me familjen. Historinë tënde. Tekstet, atëre, parësisht që unë flasë Shqip, besoj mirë, po nuk e zotroja ishë mirë sa unë të shkruaj në mënyrë më korekte, në mënyrë poezie, le të themi, se fundja kënga ajo është. Nuk e zotroj Shqipen ishë mirë sa unë të shkruaj mirë. Sepse unë s'kam jetuar kur në Shqipëri dhe kam ikë 2 vjeç, kam shkuar në Greqi, dhe më thënë, nga Greqia kam shkuar 18 vjeç në Firenze. Dhe Shqipja është mësuar shumë në mënyrë... Me prindrit? Në shtëpi. Dhe e flet në mënyrë perfekte. është dhe merit e prindërve që nuk të kanë darë. Kjo shkëputja jote nga prindrit, si e ndjen veten? Je lidhur shumë me babajnë, me nënën, me këje më tepër? Sa të mungojnë ata tashmë që janë vendosur në Tiranë? Se ti edhe vajzë vetme. Po, ka qenë një fazë që unë kur u zvendosa në Firenze, në fillim e ndjeva mungesën, se isha mësuar që të ke mamin për çdo gjë, normalisht përballesh me një jetë tjetër. Pastaj kaloi ajo faza universitare që nuk mendon për asnjëri, e pak më kështu. Njeriu si veriu, themi. Po, fiks. Dhe tani kam filluar të ndjej prap mungesën e familjes, sepse ato jetojnë në Tiranë, unë jam në Firenze, kështu që mundohem sa më shpesh të vi këtu edhe t'i takoj. Është një arsye për të ardhur sa më shpesh në Shqipëri. Mamaja jote bën diferencë sepse ti ngjan mamas, ke hijen e mamas, mamaja jote është muzikante, artiste, grua mjaft charmante, mjaft e bukur nëna jote. Faleminderit. Evi, çfarë do bësh në Shqipëri përveç se do shikosh prindrit dhe do takosh shoqërinë tënde? Gjë tjetër me muzikën? Nuk besoj se ke projektuar të ardhme në Shqipëri. Shiko, unë Shqipëri nuk e kam lënë kurrë të shuhet nga planet e mia, qoftë edhe në mënyrë si them unë vi me këste në Shqipëri, kështu që nuk e lej asnjëherë. Po nuk e heq si mundësi, absolutisht, është diçka që mua më ka dhënë shumë Shqipëria dhe ndihem dhe mirë, tani që kam filluar ta mësoj edhe si funksionon, them pse jo. Por për këtë kohë unë jam për disa ditë, nuk ri më shumë se 2 javë në Shqipëri për të bërë disa gjëra. Evi, falë Fjore, ashtu si të shohim ne, ti je pasqyra e një vajze të mirë, e një vajze të kulturuar. Një figure të pastë. Dhe kjo është, e tha dhe Fjori, dhe kjo është diçka, jo diçka, po shumë e vërtet. Në Itali, kur prezentohesh je shqiptare, çfarë mendimi kanë për shqiptarët italianët? Ka shumë batuta mbi këtë gjë, dhe unë na shfrytëzoj rastin gjithmonë. E para punës nuk më marrin si shqiptare, i duke më pak ruse, pak suedeze, në këto... Për shkak edhe të flokëve. Nuk je vetëm, ja, vazhdojmë. Që që djetë, edhe kur i them jam shqiptare, ka disa që thënë, ka një pauzë të gjatë.
Kam qenë, disa ngatrojmë për shumë në Shqipërinë me një vend tjetër, ose po çaj gjuhë e flisni? Ngatrojmë me Armenin, me... Jo, më thëmë, po ti flet, ku di unë serbisht, në këto gjëra këshu. Ose unë kam qenë në Beograd. Që s'ka shpërgje, Edhe unë kam qenë po... Për shtypjen që kemi krijuar për... Por, e vërteta është që kanë ndryshuar shumë, edhe njerëzit nuk kanë, paktën unë, racizmin nuk e kanë përjetuar përballë, sepse që ndodhë mbrapa nuk e di, po përballë nuk e kam përjetuar dhe kanë filluar shumë, më kanë thonë, kam vizituar Shqipërinë, ose kam qef ta vizitoj Shqipërinë, sa interesanti në ju shqiptarët që flisni gjuhë huaja, ka që lirshëm. Një merit të madhe për këto keni dhe ju artistët. Do të pyes pak për shoqërinë, Evi. Ku ndryshon shoqëria shqiptar, është dhe me thënë shoqëria me të rinj shqiptar nga shoqëria me të rinj italian? Janë më kërnac italianët kanë përshtypjen. Çfarë e bën diferencën? Ka të drejtë. Janë pak. Italia se cili pagu për vete. Po mirë, ku pagu për vete, po pagun dhe kafen se cili për vete. Bravo, kurse këtu zihemi. Do pagua ju dhe piq. Ndryshon sepse krijohet një individualitet, për flas për Italinë, një individualitet që, okej, dalim sot, po pastaj se cili takojmë të shtunën tjetër, mbase nuk dëgjojmë fare gjatë javës, i kanë këto... Nuk e se ndihmojnë shumë njëri tjetrin, po flas nga ana marrë negative. Nuk janë solidarë. Ndërkohë nuk ja kanë as me të futur njëri tjetrit. Ndërkohë nuk e kanë as të, e vërtet. Mirë nuk ndihmojnë, po nuk të prishin punë. Ne të ndihmojnë, pastaj ta fusin. Kurse shoqëria shqiptare është më e hapur, është më shumë aty kur ti ke për shumë një problem do të shkruaj, nuk sot për shumë sot nuk mundem se s'kam kam për të bërë ndërkohë që s'ka. Vado a incontrare la mamma. Edhe mbase nuk shkon fare. Po, sigurisht. Thjesht për ton, po janë pak më afër dhe më të hapur për të folur, për të dalë, këte e kanë më shumë shqiptarë. Evi, e ke kuptuar që kemi nevojë për muzikën tënde, pse vjen kaq rrallë? Ka dy arsye. Dhe besoj janë ato që vërtet nuk më bëjnë të sjell shumë. Një, sepse nuk gjej materialet që unë dua. Jam shumë, jo selektive, po thjesht dua të bëj atë që kam qef, sepse vërtet unë nuk jetoj nga muzika dhe nga momenti që nuk më kufizon... është pasion, në momenti që ti e ke pasion, do të bësh diçka cilësore. Po, kështu që nuk më kufizon që unë duhet ta nxjerr për në verë, për në dimër. Se të duhet se është tregu, ta kërkon tregu, duhet fitosh, duhet dalësh në për koncerte, ti nuk e ke... Zgjedh vetëm rrymë, nëse është verore apo dimrore, se u bë kështu. Arsyeja e dytë është sepse unë kam një jetë në Firenze që është muzika, do më thënë unë vazhdoj këndoj live në përvënde, po janë fokusuar shumë në gazetarinë, sidomos radiofonike, kështu që unë kam një profil pak të... Do më thënë full time jam tjetër gjë, pavarësisht që muzika është gjithmonë aty. Evi, kur vjen në Shqipëri, përveç familjes, mamit, babit, cili është personi i parë që takon, ose që telefonon, ose që ke dëshirë të shohësh? Unë kam shumë pak miq në Tiranë, janë 2-3, por që disa janë showbiz, disa jo, por nuk e se kam shoqëri të madhe. Dhe zakonisht telefonat e para janë kur janë intervista, digjë erdha kur të vjen. Kemi fotografia, kthehemi te fotografia? Po, kthehemi. Fotografitë kemi mjaft interesante. Të gjitha fotot që ti realizon ose që ty ti realizojnë janë me gjendje brenda. Kanë të bëjnë të mendosh se në këtë vend ka ndodhur diçka. Pse? Fotot në fakt, unë vi nga një background pak si modele, ku kam qenë 13-15 vjeç, me thënë, kam bërë modelingun. Por kam pas qef që fotot të kenë vërtet një histori, duke pasur një profil artistik, dhe jo prej modeleje. E kuptoj. Plus që Firenze më ka dhënë shumë frymëzim, edhe është vërtet gjynaj që mos ta shfrytëzosh Firencen, se unë nuk jam as blogere, as diçka e tillë. I bën për pasion, i bën për dëshirë. Po, dua vërtet të nxjerr diçka, plus më pëlqen shumë historia dhe besoj... Ideon vet këto gjëra dhe ti fotografon dikush tjetër? Kam njerëz që punojnë, që i kam miq që bëjnë fotografi ose që thjesht i bëj vetë, nuk është se kam një staf... Po gjithsesi janë të veçanta, janë... Faleminderit. Ishe me dëshirë, të gjithë ju që ndoshta u bot kurioz, mund të klikoni tek Instagrami i Evi Reçit, është ky që po shohim tani në të majtë të ekranit, dhe do shihni foto shumë interesante, vende shumë interesante. Dhe të rejat më të fundit nga jeta e këngëtares, e gazetares, e tani i gjitha i blogeres, i modeles, i aktores. Blogere jo. Jo blogere jo. Se kam.
por i aktores të Dren Abazit. Po, këtë duhet ta themi. Po mija, aktrimi, po ti që i aktore, qa mendimi ke për shumë? Unë s'kam pas një mendim. Dren Abazit nuk e ka. Realisht, nëse ti je sot eftuar këtu dhe të mora që në Itali, kur ishe Evi të dua, më pëlqeu shumë mënyra se si ishte xhiruar klipi, më pëlqyen ngjyrat e klipit, fotografia shumë e mirë. Pastaj Dreni me ty... Po nëse mi takuar në klip në një sekund, fakti që ju keni bashkëpunuar, besoj, duke qenë e thashë edhe më përpara, që Dreni është një artist, sepse këngët e ti kanë, si të them, kanë mendim brenda këngët e Drenit. Ti sigurisht je një artiste që unë të vlerësoj shumë dhe ta kam thënë këtë gjë, ti e di shumë mirë, mendoj që dy mendje të ndritura kanë bërë një punë shumë të mirë bashkë. Tani, për ta mbyllur me tani presim duetin. Për ta mbyllur me atmosferë edhe siç ndodh gjithmonë në intervistat e të premtes kur kemi të ftuar këngëtar, kur kemi të ftuar artist. Thej që jeta jote është e ndarë në 3 vende, midis Greqisë, Italisë dhe Shqipërisë. Greqia pak më pak dhe kohë të fundit, por... Cili është refreni grek që ti e ke në mendje sa herë kujton Greqinë? Këndon në i këngë që e dim të këndojmë dhe ne. Jo, në fakt nuk është... Në fakt është një soundtrack, është një muzik filmi që ka qenë... Quhet titulli është greqisht, Mia pista apo fosforo quhet. Që do të thot? Një pistë me fosfor. Dhe ta sugjeroj, ta përkthesh, ta lexosh. Ta lexoj patjetër. Dhe është Haris Aleksiu e ka kënduar dhe për mua është kolon zanore greke, po nuk këndohet, është më shumë... Nga Haris Aleksiu, një vetëm Dimitrula mu. Është këngë turistike, quhet. Dimitrula, me që kujtuam Haris. Dimitrula mu, θέλω απόψε να γλεντήσω και με σένα, ναι, μερακλού μου να γλεντήσω, έλα πάμε. Σαν χαροματεξέ. Ta fillon Fjori me nanana, ta mban nisëm Fjori me nanana. Duhet një refren italian. E ja bëm qokon Greqisë. Sincerità, adesso è tutto così semplice, con te che sei unico complice in questa storia magica. Dhe tani do të vim në Shqipëri. Mua më pëlqen shumë nga ime origjinë vi. Gjete tani. Shkodra. Pak nga Shkodra, pak nga Durrësi, pak nga Saranda, pak nga Mirdita. Atëherë e nisim me një këngë shkodrane dhe e mbarojmë me Sarandë me Delvin pastaj. Jo se bie të bëj koncert Evi këtu tani. Këndoj një këngë shkodrane. Prit, Margjellon mund të këndojmë, se Margjello është më... Një nga më të bukrat bashkë me Lule Borën. Margjell mori malsore, ku po shkon me atë kosore, ku po shkon moj tu vrapue, apo vjen o vash me mue, se mas teje s'du me ngel. O Margjell, o moj Margjell, Margjello, mori Margjell, qilë ma syrin që m'ke shel. Ishte me ne Evi Reçi, faleminderit. Evi, faleminderit për pjesëmarrjen, ne të urojmë sigurisht që të kesh sukses në këngën më të re, domethënë remixin e këngës Dorëzohem. Presim shumë shpejt një videoklip tënd dhe të presim sigurisht kur të bësh videoklipin e ri përsëri në studion e Bumit. Faleminderit që ishe sot prezente. Faleminderit juve. Bashkë do të jemi sërish të hënën në orën 19 në Bum. Kalofshi një fundjavë sa më të këndshme. Natën e mirë. Ciao. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos panas. Si somos novios o somos